Me kryetarin e shoqatës rajonale të futbollit shkodran, Lazar Matia, me njëherë pas përfundimit të një tjetër aktiviteti për kategorinë U19 Summer Cup 2025. Matia, një sër rëndarish sportiv me moshat në Shkodër. Po, në fakt kjo ishte pjesë ose zgjatje aktivitetit që shoqata zhvilloi para 2 javëve në bashkëpunim me Shkodra Sport Event, por për arsye të infrastrukturës dhe të vonesës disa ekipeve u shtyn për këtë ditë, sepse kjo është zhvillimi në tënësi i Kupës Summer Cup që zhvillohet prej vitesh, por kjo si vjetme ishte diçka krejt e veçantë, sepse për herë të parë organizojmë edhe me grup moshën U19 edhe me ekipe nga Shqipëria dhe nga kryesisht nga Afrika. Janë disa ekipe, disa akademi që janë bashku këtij aktiviteti, kështu që është diçka mjaft pozitive. Aq më tepër edhe në kuadrin sepse të bashkëpunimit këtyre shoqatave, këtyre grup moshave, dhe aq më tepër që edhe futbolli shqiptar tashmë është hap edhe për ekipet që të marrin lojtarë nga vende të ndryshme dhe numri pa limit na krijon mundësinë që edhe ne të ofrojmë ndihmë këtyre ekipeve dhe shoqatave që të kena sa më shumë aktivitete, që edhe këto ekipe dhe shoqatat shohin mundësinë edhe të marrin lojtarë jashtë qarkut ose edhe jashtë Shqipërisë. Kështu që ky aktivitet kishte të veçantën e vet, sepse kishte ekipe shumë nga Ghana, nga Nigeria, nga Kameruni, përveç ekipeve tona. Ishte një aktivitet i bukur, pavarësisht të temperaturat të larta, sepse këto ditë kanë qenë temperatura shumë të larta, por një aktivitet që u përmbyll në formën më të mirë. Ne nuk shohim asnjëherë rezultatin, shohim promovimin, shohim afrimin e elementeve cilësore që të shërbejmë sa më shumë rajonit, ekipe profesioniste, sepse në këtë nivel që u zhvilluan këto ndeshje është pothuajse niveli profesionist, se u pan shumë ekipe, shumë lojtarë që bëjnë diferencë dhe janë pothuajse të gatshëm të afrohen edhe në ekipet e para. Një vit me plot gara lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare që i bolon shoqata rajonale e Shkodrës Sport. Kam bindën që bashkëpunimi me shoqatën Shkodra Sport Event me drejtuesi Edmir Podgorica i ka dhënë më tepër frymëmarrje dhe masivitet edhe shoqatës tuaj. Patjetër, e vetmja shoqatë ose organizatë që organizojnë edhe ka drejtën që zhvillojnë aktivitete sportive futbollistike në qarkun e Shkodrës është vetëm shoqata rajonale, por bashkëpunimi me Shkodra Sport Event dhe me Jetmiri, me zotin Shkuza, është pozitiv, është më tepër, më fal Podgorica, është më tepër që pozicioni i tij në shoqatën rajonale si sekretar na ka bën të mundë që të jena shumë më afër, përveç pjesës së arbitrimit, kemi edhe bashkëpunimin në këto evente të tilla, gjë që mendoj edhe në të ardhmen do të njëjkim të njëjtën gjë. Është vërtet që thotë që gjatë vitit kemi pas shumë aktivitete, shumë kupa, përveç aktivitetit që mbulon shoqata, aktivitetet e kampionatet e moshave, por edhe në të ardhmen shoqata do të bëjnë përpjekjet maksimale që të kenë sa më shumë aktivitete, se nëpërmjet këtyre aktiviteteve rritet numri dhe rritet cilësia e fëmijëve dhe trive që të merren me sportin e futbollit. Matia, faleminderit, sukses. Faleminderit për ju.